deri tani në Vorë dhe në njësinë 10. Mirë, shkojmë tani në një tjetër raportim, do të shkojmë tani në një prej njësive më me peshë në kryeqytet, më e madhe, në fakt është njësia numër 5 ku ende duket se nuk ka nisur procesi i numërimit. Kemi kolegen në këtë qaste Keti Banushi për të na informuar se prej sa kohësh kemi një frenim procesit të numërimit në një prej njësive kryesore, ku zhvillohet beteja, për shembull më e madhe e hambarit votave në kryeqytet. Përshëndetje Keti, atëherë kur pritet nis, çfarë po ndodh aktualisht me procesin e numërimit të njësisë numër 5 më e madhja në kryeqytet? Përshëndetje Erti, në fakt një vonesë e pa justifikuar në lidhje me procesin e numërimit, një vonesë që u pa që ditën e djeshme ku megjithëse kutit u dorëzuan rreth orës 10 të mbrëmjes, ato nisën të numëroheshin në orën 2 të mëngjesit, por ndërkohë në orën 6:30 të mëngjesit janë ndërprer pasi komisionerët dhe numëruesit kanë kërkuar kohë që të shtlodheshin për shkak të lodhjes që kanë pasur gjatë ditës. Megjithatë, u la fillimisht ora 10 për të rinisur numërimi, por jemi aktualisht në orën 12 dhe është kjo situatë që shihni mbas meje ku nuk ka nisur ende numërimi nga grupet e numërimit. Janë 7 grupe numërimi, në fakt që në orën ajsa për 3-4 orë që është bërë numërimi janë numëruar vetëm 10 nga 96 kutit, të cilat duhet të numërohen në këtë zonë, por në ato që informacionin që kemi marrë kryeson Partia Socialiste me 1878 vota, Aleanca për Shqipërinë Madhështore me 1159 vota, Lëvizja Bashk 160 vota, Mundësia 78 vota, Shqipëria Bëhet 114 vota, PSD 78 vota dhe Koalicioni Euroatlantik 45 vota. Pritet të rinisë sërish të numërimi, siç thash, por me këto ritme, me sa duket edhe kjo që është nga njësitë më të mëdha dhe njësia 5, e cila dhe në zgjedhjet të kaluara ka qenë e fundit që kanë nxjerrë rezultatin për shkak të numrit të madh të kutive të numërimit, besoj se do të ketë vonesa dhe në nxjerrjen e rezultatit si për Partitë Socialiste, por edhe për kandidatin. Ndërkohë, prej sa kohësh është ndërprer procesi i numërimit në njësinë 5, pasi të gjithë projektorët besojnë në kryeqytet aty janë të fokusuar, se ka numërim më të madh të votuesve? Në fakt, shka kanë qënë të paktën lodhja e numëruesve dhe e komisionerëve, por megjithatë ishte lënë orari 10 për të rinisur. Ky orar u shtypur në orën 11, ndërkohë që ka kaluar edhe kjo orar dhe megjithëse janë futur në ambientet e brendshme në orën 11, numëruesit dhe komisionerët, numërimi ende nuk ka nisur. Nuk dihet nëse do të nisë në këto momente, pasi si shihet janë ende dhe vëzhguesit që nuk janë futur ende në ambientet e brendshme të vendit ku numërohen kutitë e votimit. Siç e theksova, ka një numër të madh, janë 96 kuti që priten të numërohen dhe nga të cilat ato janë numëruar vetëm 10 në këto momente. E qartë. Mirë, Keti Banushi, të falenderoj. Në momentin që do të rinisë me njerë do të lidhemi së bashku, urojmë sa më shpejt që mos të ketë vonesa në procesin e numërimit në kryeqytet, por edhe në qytetet tjera të vendit. Tirana padyshim ka numërim më të madh qendrave të votimit në procesin e numërimit dhe padyshim që duhet në fakt një përshpejtim. Mirë, unë do të afrojmë edhe pak grafikës për të parë azhurnimet e fundit, të